Horoskopi ditor, 11 shkurt 2026. Dashi, sot mund të ndihesh sikur nuk po kuptohesh plotësisht me dikë, sidomos për gjëra bazë që zakonisht i merr si të mirëqena. Mendimet tuaja mund të shkojnë në drejtime të ndryshme dhe kjo të krijon një ndjesë tensioni të lehtë. Ke shumë dëshirë për të vepruar, për të lëvizur përpara, por në të njëjtën kohë mund të ndjesh sikur mungon një ide e qartë, një shenjë ose një drejtim i saktë se ku duhet të fokusohesh. Megjithatë, kjo ditë ka një kuptim më të thellë. Një ndikim i veçantë i diellit të ndihmon të shohësh mësimin që fshihet pas situatave të sotme. Në vend që të mbetesh i ngujuar në zakone të vjetra apo mënyra të njëjta veprimi, je i nxitur të provosh diçka pak më ndryshe. Edhe një ndryshim i vogël në mënyrën si mendon ose reagon mund të çojë drejt një kuptimi të ri. Sot je më i motivuar të rregullosh një marrëdhënie ose miqësi, ose të mendosh me qetësi për ide që lidhen me projekte personale. Nuk është dita Demi, sot mund të përballesh me paqartësi dhe situata që nuk janë shumë të qarta, dhe kjo mund të lodhë më shumë se ç'duhet. Disa gjëra duken sikur nuk kanë formë të saktë, përgjigjet vonojnë dhe kjo të krijon ndjesinë se po humb energji. Kujdes të mos lejosh që ndjenja e mbingarkesës të ulë moralin. Në vend që të shtysh veten me zor, sot është e rëndësishme të ndalesh pak, të marrësh frymë dhe të rikthehesh te vetja. Mund të ndjesh mungesë frymëzimi, prandaj ke nevojë të ushqesh mendjen dhe shpirtin me diçka pozitive, qetësi, muzikë, bisedë të mirë ose pak kohë vetëm. Me kalimin e ditës, fillon të qartësosh prioritetet. Ajo që ka vërtet rëndësi del në pa dhe pengesat duken më të kapërcyeshme. Mund të ketë edhe një person pranë teje që të ndihmon të çlodhesh, qoftë me një fjalë të mirë apo thjesht me praninë e tij. Kjo është një ditë ku mëson shumë për veten dhe qëllimet e tua. Sa më shumë t'i kushtosh vëmendje shëndetit mendor dhe emocional, aq më i fortë ndihesh. Kjo reflektohet drejt për drejt edhe në punë, ose ndihesh më i sigurt në karrierë, ose e përjeton përgjegjësinë me më shumë kuptim dhe qëllim. Sot nuk kërkohet perfeksion. Kërkohet kujdes për veten, qartësi e brendshme dhe hapa të vegjël që të japin stabilitet. Dhe kjo është pikërisht ajo që Demi dita bëj më mirë se kushdo tjetër. Binjakët, sot hëna ndodhet te fusha e marrëdhënieve, duke të bërë më të ndjeshëm ndaj asaj që ke nevojë nga të tjerët. Vëmendja jote shkon natyrshëm te partneri, miqt ose njerëzit me të cilët bashkëpunon. Nuk është dita më e fortë për vendime të mëdha, por është shumë e mirë për të dëgjuar mendime të tjera dhe për të parë gjërat nga këndvështrime të ndryshme. Gjatë ditës mund të ndjesh një shqetësim të brendshëm, një lloj padurimi pa arsye të qartë. Mund të kesh qenë plot energji ditët e fundit, por sot duket sikur forca të ulet për pak. Kjo nuk është dështim, por shenjë që ke nevojë për një pushim të vogël ose për frymëzim të ri. Në të vërtetë, sot shpirti yt ka nevojë për pozitivitet dhe shpresë. Një bisedë e qetë, një ide e bukur, një moment vetëm për veten, këto gjëra të vogla mund të të rinovojnë nga brenda. Kur i sheh gjërat në një pamje më të gjerë, problemet duken më të lehta për të zgjidhur. Gjithashtu, lidhjet shoqërore ose aktivitetet jashtë rutinës të hapin dyrë të reja. Mund të njohësh njerëz interesant, ide të reja ose kauza që të zgjojnë kurreshtjen. Sot nuk është dita për nxitim, por për lidhje, kuptim dhe rritje të brendshme. Gaforja, sot hëna ndriçon fushën e rutinës, punëve të përditshme dhe kujdesit për veten. Mendja jote shkon te detajet, detyrimet dhe mënyra si po e organizon jetën e përditshme. Ke dëshirë të vazhdosh me rregull dhe disiplinë, por gjatë ditës mund të ndjesh një rënje të vogël energjie. Ndikimi mes Marsit dhe Neptunit e bën ditën paksa të paqëndrueshme dhe të paqartë. Mund të ndjesh mungesë drejtimi, gjë që sjell shqetësim të brendshëm ose dëshira të papritura që nuk i kupton menjëherë. Kjo është shenjë që diçka brenda teje po kërkon vëmendje. Është e rëndësishme sot të mos përpiqesh t'i kënaqësh të gjithë. Kjo vetëm të shpërqendron dhe të lodh. Më mirë është të mbyllësh pak zhurmën përreth dhe të rikthehesh te qendra jote. Shpirti yt ka nevojë për freskim dhe qetësi. Sa më mirë ta njohësh veten, aq më të lehta bëhen zgjedhjet. Edhe pse dita ka luhatje, ajo mbart një energji shumë të fortë për vetkuptim.
mund të hapësh syt për një çështje personale ose intime, ose të kuptosh më qartë sjelljen e dikujt tjetër. Një problem që më parë të dukej i pasgjithshëm, sot mund të gjejë rrugdalje, dhe kjo të sjellë kënaqësi dhe lehtësim. Fillon ta shohësh rrugën tënde të jetës, marrëdhëniet dhe projektet me sy të rinj, duke gjetur më shumë kuptim dhe qëllim në gjithçka që bën. Luani sot ndikon një aspekt mes Marsit dhe Neptunit që sjell një ndalesë të përkohshme në energji. Mund të ndihesh sikur vrulli yt po ulet për pak, dhe kjo të duket shkënjyese. Përqendrimi nuk është në nivelin tënd më të mirë, sidomos nëse ka pasur një zhgënjim të vogël nga dikush ose nëse lodhja emocionale është grumbulluar pa e kuptuar. Shpesh, këto ndjenja vijnë nga pritshmëri të larta. Sot është mirë të pyesësh veten nëse ke kërkuar më shumë se ç'ishte realisht e mundur. Kjo nuk është gabim, por një kujtesë për të balancuar dëshirën me realitetin. Jeta ka qenë stresuese kohët e fundit, sidomos për gjëra që nuk i ke nën kontroll. Prandaj sot shpirti yt ka nevojë për freskim shpirtëror. Një mendim pozitiv, një ide që të jep shpresë, ose një aktivitet që të largon nga rutina mund të bëjë mrekulli për gjendjen tënde të brendshme. Fatmirësisht, dita sjell një mundësi të bukur për të kuptuar më mirë këndvështrimin e dikujt tjetër. Kjo përvojë mund të jetë e vlefshme dhe mësimore. Gatishmëria jote për të folur, për të dëgjuar dhe për të zgjidhur probleme të ndihmon të nxjerrësh më të mirën nga çdo situatë. Lidhjet me të tjerët forcohen përmes përvojave ndryshe, aktiviteteve jashtë rutinës ose bisedave që hapin mendjen. Sot, edhe një ndryshim i vogël në mënyrën si e përjeton ditën mund të rikthejë dritën e brendshme. Virgjëresha, sot mund të ndjesh një qetësim të përkohshëm të ritmit, sikur diçka nën planet ose synimet e tua po lëkundet pak. Kjo mund të shqetësojë në fillim, por nuk është shenjë se planet janë të gabuara. Përkundrazi, është një sinjal që ke nevojë për një pushim të shkurtër, për t'i parë gjërat nga një kënd tjetër. Nuk është dita për ta shtyrë veten me zor. Më mirë është të presësh derisa energjia të rikthehet natyrshëm. Përpiqu të gjesh ekuilibër emocional, pa kaluar nga një gjendje në tjetrën. Qetësia sot është më e vlefshme se shpejtësia. Nëse arrin të tërhiqesh pak nga një situatë, do të fitosh pamje më të qartë të gjithë situatës. Intuita jote është shumë e fortë, sidomos për çështje që lidhen me punën, shëndetin dhe kërkimin. Mendja punon thellë dhe me saktësi. Energjia e ditës të ndihmon të ndjesh se ajo që bën ka kuptim dhe mision më të lartë. Edhe rutina e zakonshme mund të sjellë kënaqësi. Sot i kushton më shumë vëmendje shëndetit mendor dhe psikologjik, duke kuptuar sa shumë ndikon ai te trupi yt. Dëshira për të punuar, për të dhënë më të mirën dhe për të shkëlqyer është e fortë. Në të njëjtën kohë, energjia krijuese është e bollshme, mjafton ta përdorësh me qetësi dhe vetbesim. Peshorja, sot hëna ndodhet në fushën e komunikimit, duke të zgjuar dëshirën për të mësuar diçka të re, për të folur, për të shkëmbyer ide dhe për të dalë pak nga rutina. Mendja jote kërkon informacion, larmi dhe kontakte të reja. Është një ditë e mirë për biseda, shkrim, mesazhe dhe ide kreative. Megjithatë, gjatë ditës mund të shfaqen tensione të vogla ose keqkuptime të paqarta me të tjerët, ose ndonjë pengesë e lehtë në planet e tua. Këto nuk janë gjëra serioze, dhe shqetësimi i tepërt vetëm sa i bën më të mëdha. Jo çdo gjë ka nevojë për zgjidhje të menjëhershme. Ndikimi i sotëm i diellit me Kironin sjell balancë dhe kuptim më të thellë. Është një ditë shumë e mirë për të kuptuar ndjenjat e tua dhe për t'i shprehur idetë ose krijimet e tua te të tjerët. Kur flet me sinqeritet, të tjerët të dëgjojnë. Marrëdhëniet përmirësohen kur ka dëgjim dhe mbështetje të ndërsjellë. Megjithatë, njerëzit janë më të ndjeshëm se zakonisht, ndaj rruga drejt harmonisë mund të ketë disa luhatje. Këto janë mësime, jo pengesa. Sot është e rëndësishme të mos ikësh nga ndjeshmëria jote. Duke pranuar dobësitë, fiton forcë. Kur je i hapur dhe i sinqert, lidhjet bëhen më të vërteta dhe më të forta. Akrepi, sot hëna kalon gjithë ditën në fushën e sigurisë dhe stabilitetit, duke të shtyrë të kërkosh më shumë qetësi dhe kontroll mbi gjërat materiale dhe emocionale.
Ke nevojë të ndihesh i sigurt, i qëndrueshëm dhe i mbështetur në atë që ke ndërtuar. Megjithatë, një ndikim i lehtë mes Marsit dhe Neptunit mund ta bëjë të vështirë të ndjekësh impulset ashtu siç dëshiron. Mund të ndjesh hutim ose rrëmuj të vogël, sikur diçka po të ndalon të ecësh përpara me vrull. Kjo është shenjë që ke nevojë për një pauzë të shkurtër për të orientuar më mirë. Kjo ndalesë, edhe pse bezdisë, është e dobishme. Ajo të jep mundësinë të mendosh për nevojat e tua emocionale dhe shpirtërore. Gjëra që shpesh i shtyn mënjan. Sot ja vlen të ndalesh dhe të pyesësh veten se çfarë të mungon vërtet. Dita të ndihmon të pranosh veten ashtu siç je, me të gjitha forcat dhe dobësitë. Pikat e ndjeshme nuk janë mangësi, por pjesë që të bëjnë një njeri më të thellë dhe më të vërtetë. Energjia shtesë mund të përdoret shumë mirë për planifikim, organizim të shtëpisë ose për aktivitete familjare. Duke vendosur rregull jashtë vetes, krijon edhe më shumë qetësi brenda. Shigjetari, sot hëna ndodhet në shenjën tënde, duke i sjell planet personale dhe nevojat emocionale në plan të parë. Ndihesh më i vetëdijshëm për atë që dëshiron dhe për drejtimin që po merr jeta jote. Megjithatë, ndikimi i sotëm mes Marsit dhe Neptunit mund të sjellë paqartësi të përkohshme. Mund të ndodhë që njerëzit rreth teje të mos i kuptojnë menjëherë idetë ose mënyrën tënde të veprimin. Edhe vetë ti, për një moment të shkurtër, mund të dyshosh për diçka që pak më parë e kishe të sigurt. Kjo pasiguri nuk është e thellë dhe nuk është serioze. Ajo tregon thjesht se ke nevojë për një pushim të vogël mendor. Kjo fazë kalon shpejt. Për fat të mirë, dita mbështetet edhe nga një lidhje mes Diellit dhe Kironit që të ndihmon të shohësh gjërat nga një kënd i ri. Ke energji shumë të mirë për të kuptuar se cilat fusha të jetës tënde kanë nevojë për përditësim ose përmirësim të rëndësishëm. Sot mund të kuptosh se të merresh me shumë gjëra njëkohësisht është e lodhshme dhe jo produktive. Duke u fokusuar më qartë, fiton forcë. Besimi yt tek vetja dhe tek ajo që po ndërton është çelësi që të çon përpara. Kur beson në veten tënde, rruga hapet më lehtë. Britsjapi, sot është mirë të mos e teprosh me angazhime, sepse një ndikim i lehtë mes Marsit dhe Neptunit mund të rrisë dëshirat dhe ambicjet, por ndjekja e tyre nuk është aq e fortë sa duket. Kjo është vetëm një kujtesë që ke nevojë të freskosh shpirtin dhe të marrësh pak kohë për veten. Nëse ndihesh pak i lodhur ose i shuar, kjo ndodh sepse ndoshta ke neglizhuar ushqimin e shpresës dhe optimizmin. Sot duhet të rikthesh energji pozitive dhe besim tek vetja. Nga ana tjetër, një lidhje mes Diellit dhe Kironit të ndihmon të imagjinosh zgjidhje dhe të shohësh praktike mundësitë që ke përpara. Mund të fitosh qartësi ose të kuptosh më mirë një çështje që lidhet me biznesin. Paratë, pasuritë ose jetën në shtëpi. Hëna e sotme sugjeron që është koha e duhur për të relaksuar trupin dhe mendjen, për të çlodhur dhe për të përqendruar tek vetja. Pushimi dhe qetësia sot do të ndihmojnë të rifitosh energji dhe të veprosh më eficient nesër. Ujori, sot një ndikim mes Marsit dhe Neptunit mund të sjellë disorientim ose një pauzë të vogël në planet e tua. Nuk është koha për të ecur me vrull, më parë ke nevojë për freskim dhe frymëzim. Merr pak kohë për të marrë energji pozitive dhe për të qartësuar idetë para se të vazhdosh i dashur ujor. Aspekti mes Diellit dhe Kironit ndihmon që gjërat të duken më të qarta. Mund të fitosh njohuri të veçanta për një problem që të shqetëson dhe ndoshta të ndihmosh edhe dikë tjetër të kuptojë më mirë vetveten ose jetën e tij. Bisedat sot kanë fuqi të veçantë, ato mund të sjellin ndjenja pozitive dhe qartësi emocionale. Njohja e vetes ka rëndësi të madhe sot. Një pak vetëdije dhe reflektim i vogël mund të bëjë diferencën në mënyrën si i përballon sfidat dhe marrëdhëniet. Peshqit, sot ndihesh shumë i përgjegjshëm dhe hënat e maja e hartës tënde diellore të bën edhe më të dukshëm të të tjerët. Kjo është një ditë për të reflektuar mbi qëllimet dhe detyrat e tua, por një ndikim i Marsit me Neptunin mund të sjellë modinesë dhe konfuzion të lehtë. Është e rëndësishme të mbash mendjen qetësisht, për të dalluar ndjenjat dhe problemet e tua nga kaosi i vogël që të rrethon.
Çështjet financiare dhe të dashurisë mund të jenë pak të paqarta sot, ndaj është më mirë të shmangësh vendime të nxituara ose rreziqe të dashur pesh. Ky moment është i përkohshëm dhe në fakt i natyrshëm. Fal lidhjes së diellit me Kironin, ke mundësi të mësosh nga gabimet dhe të përmirësohesh. Ky ndikim të ndihmon të rritesh dhe të fitosh qartësi për situatat e jetës, duke të dhënë mësime të vlefshme për të ardhmen.